Allah shpëlef të hoqë, pyetja Romës, Selamu alaikum hoqë nderuar. A lejohet të luhet sham, pasi që dalë disa thojë po, e disa thonë jo, Allahu e shpëlef. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Çështja e shahut është çështje e diskutueshme në mesin e dietarëve. Disa thonë lejohet me kushte, disa thonë se nuk lejohet hiç, as me kushte as pa kushte. Unë mendoj se argumentet më të forta janë që lejohet me lut me kushte. Do të thonë nëse eliminohen të gjitha gjunohet, të gjitha gabimet lejohet. Nëse nuk eliminohen të gjitha gabimet, nuk lejohet. Cilat janë ato gabime? Gabimi i parë është me lut me pare, kjo është e padiskutueshme. Gabimi i dytë është me lut shumë me çukuar kot, se është lojë. Lejohet me lut pak, ama jo me lut për namazit, me shkri namazit, me bashku namazit, se s'po di ku më lutë, më thënë kjo është një pengesë. Pengesë tjetër janë figurat që ka ndalesë për në hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më konë si karje, si tjera, pastaj me simbolet të feve të tjera, duhet me eliminu ato. Pastaj ka përmend dietar gjithashtu me i hiq fjalë mat që llogaritet gjuna në vdiq, kurse aty s'ka të kërkosh, më thonë është shprehje e rreshme. Mos me pas inati masalena se kur duhet ta me të mujtë të dikush, e që ja për inati vetë, po dhe atina, se s'ka mujtë, menoj Allah di mas miri se më në sakt është që nëse eliminohen të gjitha pengesat, mëkatet, me lutjen thjesht nuk është gjuna, wallahu a'lam.